Një ekzekutive miliardere jeton e izoluar në kullën e saj luksoze derisa një takim i papritur me një shofer aplikacioni dhe 3 fëmijët e tij i transformon jetën krejtësisht. Ajo që filloi si një ndihmë e thjesht mekanike do të shndërrohet në një udhëtim zbulimi mbi kuptimin e vërtetë të dashurisë dhe familjes. Por kur sekretet dalin në dritë, ajo do të duhet të zgjedhë midis botës së saj të privilegjeve dhe lumturisë që gjeti në thjeshtësi. Para se të dëgjoni këtë rrëfim të pabesueshëm, mos harroni të abonoheni në kanal për më shumë histori prekse. Zhurma shurdhuese e trafikut të Tiranës kumbonte nëpër bulevarde si një simfoni kaotike kornosh dhe motorësh. Ishte një e martë tipike pasdite, kur qyteti shndërrohej në një det metali dhe padurimi. Mes rokaqieve të pasqyruar që reflektonin qiellin portokalli të muzgut, Klara Aliu mbante fort timonin e makinës së saj të importuar, duke ndjerë peshën e njohur të vetmisë që e shoqëronte prej vitesh. Në moshën 34 vjeç, ajo drejtonte një perandori biznesi të trashëguar nga babai, duke jetuar në një penthouse që më shumë dukej si një fortesë prej xhami dhe çeliku. Rutina e saj ishte matematikisht e saktë, takime ekzekutive, darka biznesi, ngjarje sociale ku buzëqeshte mekanikisht ndaj fytyrave që i njihte vetëm sipërfaqësisht. Suksesi financiar ishte i padiskutueshëm, por diçka thellë brenda saj dëshironte lidhje të vërteta që paratë thjesht nuk mund t'i blinin. Në atë moment, megjithatë, as gjithë pasuria e saj nuk mund të zgjidhte problemin që po shfaqej. Një zhurmë e çuditshme vinte nga motori prej disa kilometrash dhe tani makina thjesht refuzonte të funksiononte. Klara parkoi në anë të një bulevardi të zhurmshëm, duke ndjerë një përzierje zhgënjimi dhe pafuqie që rrallë e përjetonte në botën e saj të kontrolluar. Ajo u përpoq të ndizte motorin disa herë, por vetëm një rënkim mekanik i përgjigjej përpjekjeve të saj. Nxehtësia e asfaltit ngrihej në valë të shtrembëruara dhe zhurma e trafikut dukej e amplifikuar aty, e ndaluar dhe e pambrojtur. Klara mori telefonin për të thirrur karrotrecin, por ekrani tregonte se nuk kishte sinjal. Ironia e situatës nuk kaloi pa u vënë re, një nga gratë më të fuqishme të kryeqytetit, plotësisht e varur nga teknologjia, tani e gjente veten të pafuqishme përballë një problemi mekanik bazë. Ishte atëherë kur një makinë e thjeshtë, një sedan i bardhë i zbardhur nga koha, ndaloi menjëherë pas automjetit të saj. Klara vëzhgoi në pasqyrën e pasme një burr të gjatë dhe zeshkan që dilte nga makina, duke ecur në drejtim të saj me hapa të vendosur, por pa nxitim. Rrobat e tij ishin të thjeshta, një këmishë pambuku dhe xhinse, dhe kishte diçka në qëndrimin e tij që transmetonte një besim të qetë, shumë ndryshe nga arroganca e llogaritur e burrave të rrethit të saj shoqëror. Marko ju afrua dritares së shoferit dhe bëri një gjest të sjellshëm që ajo të ulte xhamin. Kur Klara e bëri, u prit nga një buzëqeshje e vërtetë që kontrastonte me lodhjen e dukshme në sytë e tij të kaftë. Mirë dita. Pash që keni probleme. Mund t'i hedh një sy, pyeti ai, me një zë të qetë dhe mikpritës që menjëherë e qetësoi Klarën. Ajo hezitoi për një moment, e papërshtatur me gjeste spontane ndihme. Në botën e saj, çdo gjë kishte një çmim, një kundërshpërblim, një interes të fshehur. Por kishte diçka në shprehjen e atij burri që dukej shumë e sinqert për t'u shtirur. Do të ishte shumë e sjellshme nga ana juaj, u përgjigj ajo, duke dalë nga makina. Unë nuk kuptoj asgjë nga mekanika. Marko shkoi te pjesa e përparme e automjetit dhe i kërkoi asaj të hapte kapakun. Duart e tij, vuri re Klara, ishin paksa të pista me vaj, dëshmi se ai vërtet kuptonte nga puna. Ai u përkul mbi motor me familjaritetin e atij që kishte kaluar vite duke punuar me makina, duke ekzaminuar komponent dhe duke testuar lidhje me lëvizje të sakta dhe me përvojë. Marko, u prezantua ai pa i hequr syt nga motori. Punoj si shofer aplikacioni, por mekanikën e mësova nga babai im kur isha i ri. Klara, u përgjigj ajo, duke e vëzhguar atë duke punuar. Kishte diçka hipnotizuese në mënyrën si lëvizte, me qëllim dhe njohuri, pa nxitimin neurotik që karakterizonte shumicën e njerëzve në jetën e saj profesionale. Pas disa minutash hetimi, Marko gjeti problemin. Është rripi i alternatorit. Ai është këputur, prandaj makina nuk ndizet. Kam një rezervë në makinën time që mund të shërbej përkohësisht. Klara e vëzhgoi atë duke marrë veglat dhe pjesën rezervë, e impresionuar nga gatishmëria e tij për të ndihmuar një të huaj të plodh. Kur ai u kthye dhe filloi të punonte, ajo u përpoq të bisedonte. Ju gjithmonë mbani pjesë rezervë? Marko buzëqeshi ndërsa rregullonte rripin e ri. Kam 3 fëmijë për të mbajtur.
Nuk mund të lejoj të rri pa punë për një kohë të gjatë. Kam mësuar të përgatitem për emergjenca. Përmendja e fëmijëve zgjoi diçka te Klara që ajo nuk mund ta identifikonte plotësisht. Ndoshta ishte kuriozitet, ose ndoshta një therje e diçkaje që mund të quhej mall për një jetë që nuk e kishte përjetuar kurrë. Ajo e gjeti veten duke dashur të dinte më shumë për jetën e këtij burri që tregonte aq shumë kompetencë dhe bujari në një mënyrë kaq natyrale. Duhet të jetë sfiduese të balancosh gjithçka, komentoi ajo, vërtet e interesuar. Po, pranoi Marko, duke fshirë duart me një leckë që nxori nga xhepi. Por ata janë arsyeja ime e jetës. Që kur gruaja ime na la, jemi vetëm unë dhe ata kundër botës. Pati një pauzë të pakëndshme kur Marko kuptoi se kishte ndarë më shumë se sa kishte dashur. Klara ndjeu se kishte prekur një temë të ndjeshme, por vuri re edhe mungesën e hidhërimit në zërin e tij. Aty kishte pranim, një dorëzim paqësor që fliste për dikë që kishte gjetur forcë në vështirësi. Gati, tha Marko, duke mbyllur kapakun e makinës. Kjo duhet ta zgjidh për momentin, por do t'ju duhet ta zëvendësoni me një rip të ri në ditët në vijim. Klara ndoqi makinën dhe motori u ndes menjëherë, duke funksionuar butësisht si të mos kishte pasur kurrë probleme. Ajo u kthye nga Marko me një buzëqeshje lehtësimi dhe mirënjohjeje që ishte më e vërtetë se çdo shprehje që kishte treguar prej muajsh. Nuk di si t'ju falenderoj. Sa ju detyrohem? Marko tundi kokën me vendosmëri. Asgjë. Ishte kënaqësi të ndihmoja. Por ripi, koha juaj. Klara këmbënguli, tashmë duke nxjerrë portofolin nga çanta. Nuk ka nevojë, seriozisht. Ripi ishte këtu i papërdorur dhe ndonjëherë të gjithëve na duhet një dorë ndihmë. Thjeshtësia e asaj përgjigjeje e la Klarën pa fjalë për një moment. Në një botë ku çdo favor kishte çmimin e tij, ku çdo gjest fshinte një agjend, bujaria e vërtetë e Markos dukej pothuajse surrealiste. Ajo e gjeti veten duke studiuar fytyrën e tij, duke u përpjekur të gjente ndonjë shenjë interesi të fshehur, por gjeti vetëm sinqeritet. Në atë moment, telefoni i Markos ra. Ai kërkoi leje dhe u përgjigj, dhe Klara dëgjoi zëra fëmijësh të gjallë nga ana tjetër e linjës. Fytyra e Markos u ndriçua në një mënyrë që ajo nuk e kishte parë kurrë te asnjë burr në jetën e saj. Përshëndetje, Djema. Po e mbaroj këtu dhe do t'ju marr nga shkolla. Jo, mos u shqetësoni, nuk do të vonohem. Kur ai e mbylli, Klara pa një butësi në sytë e tij që e preku thellë. Ishte e qartë se ata fëmijë ishin qendra e universit të tij dhe kishte diçka në përkushtimin e pakushtëzuar që ai tregonte që zgjoi tek ajo një emocion që nuk mund ta emërtonte. Fëmijët tuaj, pyeti ajo. Luka është 10 vjeç, Roza 8 dhe Teo 6, u përgjigj Marko me krenari të dukshme. Ata janë thesari im. Ata janë me fat që kanë një baba si ju, tha Klara, dhe fjalët dolën më të ngarkuara me emocion se sa kishte dashur. Marko e studioi për një moment, sikur të përpiqej të deshifronte diçka në shprehjen e saj. Faleminderit. Kjo do të thotë shumë. Pati një moment tjetër heshtjeje, por këtë herë nuk ishte e pakëndshme. Ishte sikur të dy po përpunonin diçka të papërcaktueshme që kishte ndodhur në atë takim të rastësishëm. Për Klarën, ishte hera e parë pas vitesh që ndjehej vërtet e prekur nga mirësia e dikujt. Për Markon, kishte diçka në cenueshmërinë e përkohshme të asaj gruaje elegante që zgjonte instinktin e tij mbrojtës. E po, duhet të shkoj, tha Marko përfundimisht. Fëmijët po presin. Sigurisht, u përgjigj Klara. Dhe Marko faleminderit. Vërtet. Ai tundi kokën dhe u kthye në makinën e tij, duke e lënë Klarën aty të ndalur, duke e vëzhguar atë duke u larguar. Ajo qëndroi disa minuta në anë të rrugës, duke përpunuar atë që kishte ndodhur. Nuk ishte vetëm ndihma mekanike që e kishte impresionuar, por humanizmi i vërtet që Marko kishte treguar. Mënyra si sytë e tij u ndriçuan kur fliste për fëmijët, refuzimi kategorik për të pranuar pagesë, thjeshtësia me të cilën kishte ofruar ndihmë një të huaje. Ndërsa kthehej në trafik, Klara e gjeti veten duke menduar për ato 3 emra, Luka, Roza dhe Teo, dhe për jetën që duhet të bënin me një baba kaq të përkushtuar. Për herë të parë pas një kohe të gjatë, ajo vuri në dyshim zgjedhjet që kishte bërë, llojin e jetës që po ndërtonte për veten. Pjesa tjetër e udhëtimit deri në penthausin e saj kaloi në një mjegull reflektimesh. Klara parkoi në garazhin privat dhe u ngjit me ashensorin privat, por ambientet luksoze të shtëpisë së saj dukeshin ndryshe atë natë. Më të ftohta, më të zbrazta.
Ajo I shërbeu vetes një verë të shtrenjtë dhe u ul në balkon që ofronte një pamje panoramike të Tiranës, por mendja e saj vazhdonte të kthehej në atë takim të papritur. Kishte diçka në thjeshtësinë e atij momenti që kontrastonte në mënyrë drastike me kompleksitetin artificial të jetës së saj të përditshme. Marko nuk e dinte kush ishte ajo, nuk kishte asnjë agjend të fshehur, nuk donte asgjë prej saj përveç se të ofronte ndihmë kur ajo kishte nevojë. Ishte një përvojë aq e rrallë në botën e saj sa pothuajse dukej fiktive. Klara mori laptopin e saj dhe, pothuajse pa e kuptuar, filloi të kërkonte për rajonin ku kishte ndodhur incidenti. Ishte një zonë me të ardhura mesatare të ulta, me shkolla publike, dyqane të thjeshta dhe një komunitet që dukej I bashkuar nga rrethanat e jetës. Ajo e imagjinoi veten duke ecur në ato rrugë, duke njohur ata njerëz, duke jetuar një jetë ku marrëdhëniet bazoheshin në nevoja të vërteta në vend të komoditetit social. Ideja ishte absurde, sigurisht. Ajo kishte përgjegjësi, një perandori për të administruar, pritshmëri për të përmbushur. Por për herë të parë pas vitesh, Klara I lejoi vetes të ëndërronte për një jetë ndryshe, një jetë ku ajo mund të vlerësohej për atë që ishte në vend të asaj që posedonte. Ditët në vijim kaluan në një mjegull takimesh dhe vendimesh biznesi, por mendja e Klarës mbeti e ndarë midis përgjegjësive të saj korporative dhe kujtimeve të atij takimi të papritur. Ajo e gjente veten të shpërqendruar gjatë prezantimeve të rëndësishme, vëmendja e saj endej në mendime për atë familje që e kishte njohur vetëm kalimthi. Të njëjtën në vijim, Klara mori një vendim që ajo vetë e konsideroi impulsiv. Në vend të shoferit të saj privat, ajo vendosi të ngiste vetë makinën nëpër qytet, specifikisht në rajonin ku kishte njohur Markon. I tha vetes se ishte vetëm kuriozitet, një nevojë për të kuptuar më mirë atë realitet social që kishte prekur diçka thellë brenda saj. Zona ishte pikërisht siç e kishte imagjinuar, shtëpi të thjeshta, por të mirëmbajtura, dyqane të vogla familjare, fëmijë që luanin në rrugë mes makinave të parkuara. Aty kishte një jetë pulsuese që kontrastonte me izolimin aseptik të lagjes së saj. Klara parkoi pranë një sheshi të vogël dhe thjesht vëzhgoi, duke u përpjekur të thithte dinamikën e asaj komuniteti. Ishte atëherë kur pa Markon duke dalë nga një shkollë fillore, I shoqëruar nga 3 fëmijë që duhet të ishin fëmijët e tij. Edhe nga larg, ishte e mundur të shihej dashurinë me të cilën bashkë vepronin. Luka, më I madhi, mbante një çantë shkolle dhe fliste me entuziazëm për diçka që kishte ndodhur në klasë. Rosa, vajza, mbante dorën e babait me një natyrshmëri që fliste për siguri dhe dashuri të pakushtëzuar. Teo, më I vogli, praktikisht hidhej pranë tyre, energjia e tij fëmijërore ngjitse edhe për një vëzhguese të largët. Klara ndjeu diçka të shtrëngohej në gjoks. Kishte një plotësi në atë skenë që ajo nuk e kishte përjetuar kurrë në jetën e saj. Prindërit e saj kishin qenë figura të largëta, më të shqetësuar për trashëgimin e biznesit sesa për lidhje të vërteta emocionale. Ajo ishte rritur mes dado dhe tutorësh privat, në ambiente të kontrolluara ku afeksioni ishte I racionuar dhe I kushtëzuar nga performanca. Duke I parë ata të ecnin së bashku, me Markon qartësisht të pranishëm dhe të vëmendshëm ndaj çdo fjale të fëmijëve, zgjoi tek ajo një mall për diçka që nuk e kishte pasur kurrë. Ishte si të vëzhgoje një gjuhë emocionale që ajo e njihte vetëm teorikisht, por nuk kishte mësuar kurrë ta fliste rrjedhshëm. Kur ata hynë në një supermarket të vogël, Klara me impuls doli nga makina dhe I ndoqi. Qëndroi në një distancë respektuese, duke u shtirur se po ekzaminonte produkte në rafte ndërsa vëzhgonte diskretisht familjen. Marko I udhëhiqte fëmijët nëpër korridore me efikasitetin e dikujt që njihte çdo çmim dhe dinte saktësisht çfarë duhej të blinte. Babi, mund të marr drithërat me ngjyrë, pyeti Teo, duke treguar një kuti më të shtrenjtë. Marko u ul për t'u bërë në lartësinë e djalit. Të kujtohet çfarë folëm për zgjedhjet, kampion? Mund të marrim drithërat normale dhe të përdorim paratë që mbeten për të blerë fruta shtesë. Çfarë mendon? Durimi me të cilin Marko shpjegoi situatën, pa e bërë fëmijën të ndihej fajtor ose I privuar, e impresionoi thellë Klarën. Nuk kishte asnjë zhgënjim në zërin e tij, vetëm një mësim jete I transmetuar me dashuri dhe mirëkuptim. Rosa ju afrua babait me një listë të shkruar shkaravitje. Bëra listën e gjërave që më duhen për projektin e shkollës. Marko I ekzaminoi artikujt me kujdes. Është shumë mirë e organizuar, princesh. Të shohim çfarë mund të gjejmë këtu dhe çfarë do të duhet të blejmë në librari. Luka, ndërkohë, kishte marrë përgjegjësinë për të shtyrë karrocën, me seriozitetin e atij që e konsideron veten krahun e djathtë të babait në punët familjare.
Aty kishte një hierarki natyrale e bazuar në afeksion dhe besim të ndërsjellë, që funksiononte në mënyrë më harmonike se sa shumë borde drejtuese që Klara kishte kryesuar. Kur arritën te arka, Klara vëzhgoi Markon duke numëruar me kujdes parat para se të bënte pagesën. Nuk kishte kartë krediti, nuk kishte nxitim. Çdo qindark konsiderohej, çdo blerje mendohej. Fëmijët prisnin me durim, qartësisht të mësuar me këtë rutinë të ndërgjegjësimit financiar. Duke dalë nga supermarketi, familja u drejtua për në një park të vogël aty pranë. Klara i ndoqi përsëri, duke u ulur në një stol larg nga ku mund të vazhdonte t'i vëzhgonte. Marko nuk u ul për të pushuar, në vend të kësaj, ai luajti aktivisht me fëmijët. E shtyu Rozën në lëkundëse, luajti top me Lukën dhe Teon, mori pjesë në lojrat e tyre me një energji që dukej e pashtershme. Kishte diçka magjike në mënyrën si ai ishte plotësisht i pranishëm në atë moment. Pa telefon në dorë, pa shpërqendrime, pa nxitim. Vëmendja e tij ishte tërësisht e përqendruar te fëmijët, sikur ato të ishin orët më të rëndësishme të ditës së tij. Për Klarën, e cila jetonte vazhdimisht e lidhur, gjithmonë me shumë detyra, ajo prani e plot dukej pothuajse revolucionare. Kur dielli filloi të perëndonte, Marko mblodhi fëmijët dhe ata u kthyen në shtëpi. Klara i ndoqi diskretisht deri në një rrugë rezidenciale modeste, duke i vëzhguar ata duke hyrë në një shtëpi të vogël, por të mirëmbajtur. Fasada ishte pikturuar së fundmi, kishte vazo me lule në hyrje dhe një biçikletë fëmijësh mbështetur në murin anësor. Ishte një shtëpi në kuptimin më të pastër të fjalës. Jo një ndërtesë, por një shtëpi ku qartësisht njerëzit e donin dhe kujdeseshin për njëri tjetrin. Klara mbeti në makinë për disa minuta pasi ata hynë, duke përpunuar gjithçka që kishte vëzhguar. Atë natë, në penthausin e saj, Klara e gjeti veten të paaftë të përqendrohej në asgjë. U përpoq të punonte, por raportet financiare dukeshin pa kuptim. U përpoq të shikonte televizor, por asgjë nuk i mbante vëmendjen. Mendja e saj vazhdonte të kthehej te ajo familje dhe te jeta që ata ndanin. Të premten, ajo punsoi diskretisht një detektiv privat, duke i thënë vetes se ishte vetëm për të kënaqur kuriozitetin e saj. Donte të dinte më shumë për Markon, të kuptonte më mirë historinë dhe situatën e tij aktuale. Raporti që mori disa ditë më vonë ishte zbulues dhe prekës. Marko Mullaj, i ve prej 5 vitesh, punonte si shofer aplikacioni gjatë ditës dhe shpërndarës ushimesh natën. Flente, mesatarisht, 5 orë në natë për të arritur të mbante 3 fëmijët vetëm. Gruaja e tij ishte larguar kur Teo ishte ende foshnjë, duke pretenduar se nuk mund të përballonte presionin e jetës financiare të ngushtë. Që atëherë, Marko i kishte rritur fëmijët vetëm, duke refuzuar ndihmën e familjes nga krenaria dhe vendosmëria për të provuar se mundej. Fëmijët ishin studentë të shkëlqyer, të përshtatur mirë socialisht dhe qartësisht të dashur. Luka tregonte talent për matematikë dhe ëndërronte të bëhej inxhinier si gjyshi. Roza ishte artistike, gjithmonë duke vizatuar dhe krijuar histori. Teo, pavarësisht moshës së vogël, tashmë tregonte interes për mekanikën, duke imituar baban sa herë që ishte e mundur. Shtëpia ku jetonin ishte me qira dhe Marko luftonte vazhdimisht për të mbajtur llogaritë në rregull. Kishte muaj kur ai hante më pak për të siguruar që fëmijët të kishin gjithçka që u duhej. Megjithatë, raporti tregonte se ai nuk kishte lënë kurrë pa paguar një faturë ose kishte munguar në ndonjë përgjegjësi. Ajo që e impresionoi më shumë Klarën ishte zbulimi se Marko shpesh ndihmonte banorë të tjerë të komunitetit me riparime të vogla mekanike, gjithmonë duke refuzuar të merrte para për shërbimet. Reputacioni i tij lokal ishte i patëmet, ai njihej si dikush të cilit mund t'i besoje, një burr i ndershëm që edukonte fëmijët e tij bazuar në shembullin personal. Duke lexuar atë raport, Klara ndjeu diçka që nuk e kishte përjetuar kurrë më parë, një admirim të vërtet për dikë që posedonte kaq pak materialisht, por ishte aq i pasur në karakter dhe vendosmëri. Marko po ndërtonte një familje të fortë me burime të kufizuara, bazuar në vlera që ajo i kishte humbur nga syt në kërkimin e saj për sukses financiar. Gjatë fundjavës, një ide filloi të formohej në mendjen e saj. Ishte e guximshme, ndoshta e pamatur, por edhe e parezistueshme. Klara filloi të imagjinonte si do të ishte t'i afrohej asaj familjeje, jo si ekzekutivja. Miliardere që ishte, por si një person i zakonshëm në kërkim të lidhjeve të vërteta. Të hënën në vijim, ajo mori një vendim që do të ndryshonte rrjedhën e jetës së saj.
Në vend që të shkonte në zyrë, Klara u drejtua për në një lagje pranë rajonit ku banonte Marko dhe mori me qira një apartament të vogël. I tha pronarit se po punonte si konsulente e pavarur dhe kishte nevojë për një hapësirë të qetë për t'u përqendruar. Apartamenti ishte i thjesht, i mobiluar në mënyrë bazike, por kishte një pamje të këndshme nga një shesh i vogël ku ajo e dinte se fëmijët luanin shpesh. Ishte e kundërta e gjithçkaje që ajo njihte, pa luks, pa ekstravagancë, pa teknologjinë e avancuar që dominonte jetën e saj korporative. Por kishte diçka ngushëlluese në atë thjeshtësi. Klara kaloi pasditen duke organizuar identitetin e saj të ri të përkohshëm. Bëri blerje rrobash më të thjeshta, studioi histori që mund të shpjegonin praninë e saj në komunitet dhe praktikoi prezantime që tingëllonin natyrale. Vendosi se do të ishte Klara, një profesioniste e pavarur që punonte me konsulencë nga shtëpia, një histori mjaftueshëm e paqartë për të qenë e besueshme. Plani i saj ishte gradual, së pari të krijonte praninë në komunitet, pastaj, natyrisht, të kryqëzohej përsëri me Markon dhe familjen e tij. Ishte një strategji e rrezikshme, por nevoja për të eksploruar atë lidhje që kishte ndjerë të i kalonte çdo konsiderat racionale. Atë natë, për herë të parë pas vitesh, Klara darkoi një vakt të thjeshtë që e kishte përgatitur vetë, ulur në një tavolinë të vogël, duke parë nga dritarja një jetë që ishte gati të eksploronte. Kishte një ankth të përzier me pritshmëri që ajo nuk e kishte ndjerë që nga adoleshenca, një ndjenjë se ishte në prag të diçkaje krejtësisht të re dhe potencialisht transformuese. Java e parë në apartament kaloi shpejt, me Klarën që përshtatej me rutinën krejtësisht të re që kishte krijuar për veten. Zgjoi më herët se sa ishte mësuar, përgatiste kafen e saj dhe vëzhgonte nga dritarja lëvizjen e mëngjesit të lagjes. Ishte magjeps se të kuptoje modelet e jetës së asaj komuniteti, fëmijët që vraponin për në shkollë, të rriturit që dilnin për në punë, të moshuarit që bisedonin në trotuare. Në javën e dytë, Klara më në fund pati mundësinë që priste. Ishte një mëngjes e shtunë kur dëgjoi zëra të njohur në sheshin e vogël përballë ndërtesës. Duke parë nga dritarja, pa Markon me 3 fëmijët duke organizuar atë që dukej si një piknik i improvizuar. Fëmijët ishin të gëzuar duke ndihmuar të shtronin një çarçaf në tokë, ndërsa Marko shpaketonte sanduiçe nga një çantë e thjeshtë. Duke marrë frym thellë për të kontrolluar nervat, Klara zbriti në shesh me një libër në dorë, duke ushtirur se qëllimi i saj ishte thjesht të lexonte në ajër të hapur. Zgjodhi një stol mjaft afër për të dukur rastësor, por jo aq afër sa të dukej ndërhyrëse. Nuk kaloi shumë kohë derisa Theo, me energjinë e tij karakteristike, filloi të vraponte pas një topi që përfundoi duke rrotulluar drejt stolit ku Klara ishte ulur. Topi ndaloi pikërisht te këmbët e saj dhe kur ajo ngriti syt, gjeti djaloshin të ndalur përballë saj, duke e parë me kuriozitetin e pafajshëm tipik të fëmijërisë. "Më falni, zonjush, mund ta marr topin tim?" pyeti Theo me sjelljen e mirë që qartësisht ja kishte mësuar babai. "Sigurisht, i dashur," u përgjigj Klara, duke i dorëzuar topin me një buzëqeshje të vërtetë. "Ke një shkelm shumë të fortë." Theo buzëqeshi krenar. "Babai im ma ka mësuar. Ai di të luaj shumë gjëra." Ishte atëherë kur Marko ju afrua, qartësisht duke ardhur për të marrë djalin, dhe u ndali befasuar kur njohu Klarën. "Ti nuk je zonjusha e makinës së prishur?" pyeti, me atë buzëqeshje të ngrohtë që ajo e kishte ruajtur në kujtesë. "Po, jam unë," u përgjigj Klara, duke u përpjekur të dukej po aq e befasuar. "Marko, apo jo? Çfarë koincidence të takoj këtu?" "Banoj këtu afër," shpjegoi Marko, duke treguar në mënyrë të paqartë drejt shtëpisë së tij. "Po ti?" "Nuk prisja të shija në këtë zonë. U transferova aty," Klara tregoi ndërtesën pas saj. "Punoj si konsulente e pavarur dhe kisha nevojë për një vend më të qetë për t'u përqendruar." Shpjegimi dukej se e kënaqi Markon, i cili tundi kokën pozitivisht. "Është një lagje e mirë për këtë. Njerëzit janë mikpritës dhe respektojnë privatësinë e njëri tjetrit." Luka dhe Roza ishin afruar, kurioz se kush ishte personi me të cilin po fliste babai. Marko bëri prezantimet natyrshëm. "Fëmi, kjo është Klara. Ajo më ndihmoi kur makina e saj u prish javën e kaluar." "Në fakt, ishte babai juaj që më ndihmoi," korrigjoi Klara me një buzëqeshje. "Ai ma shpëtoi ditën kur isha plotësisht e humbur." Roza, me zgjuarsinë e veçantë të fëmijëve 8 vjeçar, studioi Klarën me interes. "Je e re në lagje?" "Shumë e re," pranoi Klara. "Në fakt, jam ende duke njohur zonën."
A mund të më jepni disa këshilla për vendet më të mira? Pyetja hapi një val entuziazmi. Luka filloi të listonte vendet më të mira për të bler bukë. Rosa rekomandoi bibliotekën e komunitetit ku kishte mësime pikture, dhe Teo këmbënguli se ajo duhej të vizitonte akultoren që ishte 2 bloqe larg. Marko vëzhgoi ndërveprimin me një buzëqeshje të argëtuar. Kujdes, ose do të përfundosh duke njohur çdo centimetër të lagjes brenda një pastiteje. Do të ishte një nder të kisha guida kaq të kualifikuara, u përgjigj Klara, dhe përgjigjja e saj nxiti të qeshura nga fëmijët. A do të hani drejt me ne? Pyeti Teo me impuls. Babi bëri sanduiçe të shijshme. Marko u duki sikletosur për një moment. Teo, nuk mund t'i ftosh njerëzit thjesht pa. Mos u shqetësoni, Klara u ngut të thoshte. Është shumë e sjellshme nga ana e tij, por nuk dua t'ju prish kohën në familje. Në fakt, Marko hezitoi për një moment, nëse nuk keni plane të tjera, do të ishte kënaqësi të kishim shoqërinë tuaj. Fëmijët qartësisht ju pëlqyen. Ishte pikërisht hapja që Klara priste, por kur më në fund ndodhi, ajo u ndje vërtet nervoze. Nëse jeni i sigurt që nuk është bezdisje. Sigurisht që jo, tha Rosa, tashmë duke e kapur Klarën për dore. E Jani, do t'ju tregoj si i organizojmë pikniket tona. Minutat në vijim ishin një zbulim për Klarën. Ajo vëzhgoi si çdo antar i familjes kishte një rol në ritualin e vogël të drekës në ajër të hapur. Luka shpërndante sanduiçet, Rosa organizonte pecetat dhe gotat, Teo ishte përgjegjës për të mbajtur çarçafin të pastër. Ishte një koreografi familjare e bazuar në bashkëpunim dhe dashuri të ndërsjellë. Dreka ishte e thjeshtë, sanduiçe me prosciutto dhe djath, lëng kutije, disa fruta, por biseda ishte e pasur dhe tërheqëse. Fëmijët folën për shkollën, ëndrat e tyre, lojrat e tyre të preferuara. Marko dëgjonte gjithçka me vëmendje të vërtetë, duke bërë pyetje që tregonin interesin e tij real për jetën e fëmijëve. Po ti, Klara, çfarë bën saktësisht? Pyeti Luka, gjithmonë kurioz. Klara e kishte praktikuar këtë përgjigje. Ndihmoj kompanitë të organizohen më mirë. Punoj kryesisht me kompjuter, duke analizuar informacione dhe duke dhënë sugjerime. Duhet të jetë e vështirë të punosh vetëm, vuri re Rosa me një pjekuri befasuese për moshën e saj. Ndonjëherë është e vetmuar, pranoi Klara sinqerisht. Por ka edhe avantazhet e saj. Nëse ndiheni vetëm, mund të vini të luani me ne, ofroi Teo me sinqeritetin çarmatosës të fëmijëve të vegjël. Thjeshtësia e ofertës e preku thellë Klarën. Është ftesa më e sjellshme që kam marrë prej kohësh. Marko studioi shprehjen e saj për një moment. Keni familje në Tiranë? Kam, por jemi të largët, u përgjigj Klara, duke zgjedhur fjalët me kujdes. Punoj shumë dhe përfundova duke u izoluar pak nga njerëzit. E kuptoj, tha Marko me mirë kuptim. Ndonjëherë jeta na çon në rrugë që nuk i prisnim. Kishte një thellësi në zërin e tij që sugjeronte se ai fliste nga përvoja personale. Klara kujtoi raportin e detektivit, përmendjen e gruas që kishte braktisur familjen. Kuptonte se Marko gjithashtu kishte përballuar llojin e tij të vetmisë dhe braktisjes. Pjesa tjetër e pasdites kaloi në një atmosferë të relaksuar dhe të këndshme. Klara ndihmoi në organizimin e një loje fshehtash, shtyu Teon në lëkundëse dhe dëgjoi Rozën të tregonte histori të hollësishme për princesha dhe dragonj. Ishte hera e parë pas vitesh që ajo i lejonte vetes të ishte thjesht e pranishme në moment, pa menduar për angazhime të ardhshme apo përgjegjësi të papërfunduara. Kur filloi të errësoi, Marko filloi të mblidhte gjërat e piknikut. Mendoj se është koha të kthehemi në shtëpi. Ishte një pasdite e mrekullueshme, tha Klara sinqerisht. Faleminderit që më përfshiu. A mund ta bëjmë këtë përsëri? Pyeti Rosa me shpresë. Marko e pa Klarën me pyetje. Nëse Klara dëshiron, sigurisht. Do të më pëlqente, u përgjigj ajo, dhe nuk po shtirej entuziazmi. Po të dielën tjetër, sugjeroi Luka. Babi gjithmonë bën petulla të dielave. Luka, Marko e qortoi butësisht, lëre Klarën të vendosë nëse ajo dëshiron. Në fakt, do të më pëlqente shumë të provoja ato petulla të famshme, ndërhyri Klara. Nëse nuk është shumë bezdisje. Nuk është kur bezdisje, siguroi Marko. Do të jeni shumë e mirë pritur. Duke u kthyer në shtëpitë e tyre, Klara u ndje çuditërisht e qetë. Kishte diçka në thjeshtësinë e asaj dite që kontrastonte në mënyrë dramatike me kompleksitetin artificial të jetës së saj të zakonshme.
Nuk kishte agjendë të fshehur, nuk kishte politikë korporative, nuk kishte shfaqje sociale. Vetëm njerëz të vërtetë që ndanin momente të sinqerta. Atë natë, vetëm në apartamentin e saj të përkohshëm, Klara reflektoi për ditën. Kishte arritur të integrohej natyrshëm në jetën e asaj familjeje, por ajo që e befasoi më shumë ishte si përvoja po ndikonte tek ajo vetë. Për herë të parë pas vitesh, ishte ndjerë e vlerësuar për atë që ishte si person, jo për atë që posedonte ose përfaqësonte. Fëmijët e kishin pëlqyer sepse ajo kishte qenë e sjellshme dhe e vëmendshme. Marko e kishte përfshirë sepse ajo kishte treguar interes të vërtetë për jetën e tyre. Ishte një dinamikë sociale krejtësisht ndryshe nga bota ku ajo ishte mësuar, ku çdo ndërveprim ishte i ngarkuar me pritshmëri dhe interesa të ndërsjellta. Gjatë ditëve në vijim, Klara krijoi një rutinë të re. Punonte disa orë në mëngjes në projekte që mund t'i menaxhonte në distancë, pastaj kalonte pasditet duke eksploruar lagjen dhe duke vëzhguar jetën e komunitetit. Gradualisht filloi të njihej nga fqinjet, të përshëndetej në rrugë, të përfshihej në biseda të rastësishme. Zbuloi një dimension social që nuk e kishte përjetuar kurrë, ndjenjen e të qenit pjesë e një komuniteti ku njerëzit kujdeseshin për njëri tjetrin jo nga detyrimi apo interesi, por nga afiniteti natyral dhe afërsia njerëzore. Ishte çliruese të ishe thjesht Klara, konsulentja e pavarur në vend të Klara Aliu, trashëgimtarja miliardere. Të premten, ajo takoi Markon në supermarketin ku e kishte vëzhguar për herë të parë. Këtë herë, ndërveprimi ishte plotësisht natyral. Klara, thiri Roza, duke vrapuar për ta përshëndetur. A do të vish ende në shtëpinë tonë të dielën? Sigurisht, u përgjigj Klara, duke i ledhatuar flokët vajzës. Nuk do t'i humbisja ato petulla për asgjë. Ato janë vërtet të veçanta, konfirmoi Marko me një buzëqeshje. Recetë sekrete familjare. Tani jam edhe më kurioze, tha Klara. Ishte atëherë kur vuri re se karroca e blerjeve e Markos ishte më bosh se herën e parë që e kishte vëzhguar. Vetëm artikuj bazë dhe ai dukej se po llogariste mendërisht totalin ndërsa zgjidhte produktet. Gjithçka mirë, pyeti ajo diskretisht ndërsa fëmijët ishin të shpërqendruar duke zgjedhur fruta. Marko hezitoi për një moment. Disa javë janë më të ngushta se të tjerat. Asgjë që një familje e bashkuar nuk mund ta kapërcej. Kishte krenari në përgjigje, por edhe një cenueshmëri që e preku thellë Klarën. Ajo kujtoi jetën e saj të bollshme materiale, ku nuk kishte pasur kurrë nevojë të llogariste koston e një blerjeje bazë. Dispariteti midis realiteteve të tyre ishte i dukshëm, por kjo vetëm rriste admirimin e saj për mënyrën si Marko mbante dinjitetin dhe optimizmin përballë vështirësive. Nëse ndonjëherë keni nevojë për ndonjë gjë, filloi të thoshte. Faleminderit, por jemi mirë, Marko e ndërpreu butësisht, por me vendosmëri. Gjithmonë kemi gjetur një mënyrë. Klara respektoi qëndrimin e tij, por mendërisht filloi të planifikonte mënyra diskrete për të ndihmuar, pa lënduar krenarinë e Markos ose krijuar situata të sikletshme. Ajo po fillonte të kuptonte se prania e saj në jetën e asaj familjeje do të duhej të ndërtohej mbi bazën e respektit dhe autenticitetit, jo në gjeste madhështore që mund të krijonin çekuilibra të padëshiruar. E diela erdhi me një qiell blu kristal dhe një flak të lehtë që mbante aromën e kopshteve të lagjes. Klara u zgjua me një ankth të këndshëm, llojin e ndjenjes që nuk e kishte përjetuar që nga fëmijëria, kur të dielave nënkuptonin aventura dhe zbulime në vend të raporteve financiare dhe takimeve strategjike. Vendosi të sillte disa përbërës si kontribut, por ishte e kujdesshme të zgjidhte artikuj të thjeshtë që të mos dukeshin ekstravagante. Fruta të freskëta, lëng natyral dhe një tortë të vogël që bleu në një furrë buke lokale. Ishte e rëndësishme të mbante koherencën me identitetin e saj të ri dhe të mos zgjonte dyshime të panevojshme. Kur arriti në shtëpinë e Markos, fëmijët ishin tashmë zgjuar dhe të gjallë. Shtëpia, e parë nga brenda për herë të parë, ishte pikërisht siç Klara e kishte imagjinuar, e vogël, por mikpritse, me mobilje të thjeshta, por të mirëmbajtura, fotografi familjare në mure dhe vizatime fëmijësh të ngjitura në frigorifer. Kishte dashuri në çdo detaj, nga librat e organizuar në një raft të improvizuar deri te lodrat e ruajtura në shporta me ngjyra. Erdhe në kohën e duhur, njoftoi Marko, veshur me një përparse që qartësisht ishte dekoruar nga fëmijët. Petullat janë pothuajse gati. Kuzhina ishte e vogël, por funksionale, dhe Klara vëzhgoi e magjepsur si Marko lëvizte me efikasitet midis sobës, lavamanit dhe banakull.
Fëmijët kishin detyrat e tyre, Luka përgatiste tryezën, Rosa organizonte pecetat dhe gotat, dhe Teo ishte përgjegjës për të numëruar sa petulla donte secili. Sa për ty, Klara, pyeti Teo, duke marrë përgjegjësinë e tij shumë seriozisht. 2, ju lutem, u përgjigj ajo, e magjepsur nga serioziteti i djalit. Babi bën petullat më të mira në botë, deklaroi Rosa me bindje absolute. Dhe si e di ti, bëri shaka Luka. Ti nuk i ke provuar të gjitha petullat e botës. Nuk ka nevojë, u përgjigj Rosa. Kur diçka është perfekte, thjesht e di. Marko qeshi me bisedën e fëmijëve, por Klara vuri re një shkëlqim krenarie në sytë e tij. Ishte e qartë se ato momente familjare ishin të çmuara për të, po aq sa për fëmijët. Kur më në fund u ulën për të ngrënë, Klara kuptoi pse petullat kishin famë familjare. Ato ishin vërtet të shijshme, të lehta, të artë, me një teksturë perfekte. Por më shumë se kaq, ato ishin bërë me dashuri dhe shërbyer në një ambient ku çdo person ndihej i vlerësuar dhe i dashur. Kjo është padyshim mëngjesi më i mirë i diel që kam pasur prej kohësh, tha Klara sinqerisht. Ti nuk ke shpesh mëngjese të veçanta, pyeti Rosa me kuriozitet. Pyetja e zuri Klarën të papërgatitur. Si ti shpjegonte një fëmijë 8 vjeçar se mëngjeset e dielave zakonisht nënkuptonin punshtesë, raporte që duheshin rishikuar, ose ngjarje sociale ku ajo shtirej se po argëtohej? Jo si kjo, u përgjigj ajo sinqerisht. Ju më bëtë të kujtohem sa mirë është të kesh një familje për të ndarë këto momente. Marko e vëzhgoi me vëmendje. Ti vërtet nuk ke familje të afërt? Kam, por... Klara zgjodhi fjalët me kujdes, ndonjëherë familjet largohen kur njerëzit ndjekin rrugë të ndryshme në jetë. Kjo është e trisht, komentoi Luka me sinqeritetin tipik të fëmijëve. Pak, pranoi Klara. Por ndonjëherë jeta na prezanton mundësi të reja lidhjeje. Pas mëngjesit, dita u zhvillua natyrshëm. Klara ndihmoi në larjen e enëve ndërsa fëmijët organizuan një shfaqje teatrale që kishin përgatitur. Marko shfrytëzoi rastin për të riparuar një rubinet që po pikonte dhe Klara u ofrua të ndihmonte, kurioze për aftësitë e tij manuale. Ti kupton edhe nga hidraulika, pyeti ajo, e impresionuar nga shkaftësia e tij. Kur ke një shtëpi dhe 3 fëmijë, mëson nga gjithçka pak, u përgjigj Marko, duke rregulluar një dadë me saktësi. YouTube dhe nevoja janë mësues të mëdhenj. Klara qeshi, por ndjeu edhe një therje admirimi. Marko kishte zhvilluar një shkaftësi të lindur nga përgjegjësia dhe kufizimi i burimeve. Ishte e kundërta e specializimit ekstrem që dominonte botën e saj korporative, ku çdo funksion delegohej te specialistët. Pasditja kaloi me lojra në obor, ndihmë me detyrat e shtëpisë që fëmijët kishin ende pa bërë dhe biseda rreth ëndrave dhe planeve të ardhshme. Klara zbuloi se Luka vërtet ëndërronte të bëhej inxhinier, i frymëzuar nga historitë që Marko tregonte për gjyshin. Rosa donte të bëhej mësuese ose artiste, ende e pavendosur midis mësimit të fëmijëve ose krijimit të historive komike. Teo, me 6 vjet, ndryshonte profesion çdo javë, por kohët e fundit ishte magjepsur me idenë e të qenit pilot avioni. Po ti, Klara, pyeti Rosa. Cila ishte ëndra jote kur ishe në moshën tonë? Pyetja solli një vërshim kujtimesh që Klara i kishte varrosur prej kohësh. Doja të isha veterinere, u përgjigj duke befasuar veten me sinqeritetin. Ëndërroja të kujdesesha për kafshët dhe të kisha një fermë ku mund të ndihmoja kafshët e lënduara. Pse nuk u bëre veterinere, këmbënguli Rosa. Ndonjëherë jeta na çon në rrugë të tjera, u përgjigj Klara diplomatikisht. Si ti shpjegonte se ishte drejtuar që e vogël drejt botës së biznesit, se ëndrat e saj fëmijërore ishin zëvendësuar gradualisht nga pritshmëritë familjare dhe presionet sociale? Por ti ende i do kafshët, pyeti Teo. Shumë, pranoi Klara. Në fakt, po mendoja të adoptoja një qen tani që u transferova në lagje. Seriozisht, thirrën të 3 fëmijët në kor. Babi, Klara do të ketë një qen, njoftoi Teo, sikur të ishte lajmi më emocionues i ditës. Marko buzëqeshi. Qeni kërkon punë, por sjell edhe shumë gëzim. Ne kishim një kur fëmijët ishin më të vegjël. Çfarë ndodhi me të, pyeti Klara. U sëmur dhe... Marko hezitoi duke parë fëmijët, shkoi të jetojë në një fermë ku kishte më shumë hapësirë për të vrapuar. Klara e kuptoi menjëherë delikatësinë e shpjegimit. Një tjetër dëshmi se si Marko i mbronte fëmijët nga ashpërsia e jetës pa u gënjur drejt për drejt.
Në fund të pasdites, kur Klara po përgatitej të kthehej në apartamentin e saj, Roza ju afrua me një vizatim që kishte bërë gjatë ditës. "Është për ty," tha vajza, duke i dorëzuar një flet me ngjyra. "Është familja jon, dhe ti je këtu gjithashtu." Vizatimi tregonte 5 figura që mbanin duart përballë një shtëpie, Marko në qendër, 3 fëmijët rreth tij dhe një figurë e 5 që Roza e kishte identifikuar me një etiketë, Klara, shoqja jonë e veçantë. Klara ndjeu sytë ti mbusheshin me lodh. Ishte hera e parë pas vitesh që dikush e kishte përfshirë në diçka kaq personale dhe domethënë se pa ditur asgjë për pozicionin e saj social apo financiar. "Është dhurata më e bukur që kam marrë ndonjëherë," tha sinqerisht, duke u gjunjëzuar për t'u bërë në lartësinë e Rozës. "Do ta ruash?" pyeti vajza. "Përgjithmonë," premtoi Klara. Atë natë, vetëm në apartamentin e saj të përkohshëm, Klara vendosi vizatimin e Rozës në frigorifer dhe e vështroi për minuta të gjata. Kishte diçka thellësisht transformuese që po ndodhte në jetën e saj, dhe ajo po fillonte të kuptonte se nuk ishte vetëm kuriozitet apo argëtim i përkohshëm. Ajo po zhvillonte lidhje emocionale të vërteta me atë familje. Të hënën në vijim, Klara mori një vendim të rëndësishëm. Duke përdorur kontakte diskrete dhe struktura korporative komplekse, ajo filloi procesin e krijimit të një fondacioni mjekësor të fokusuar në kujdesin emergjent për familjet me të ardhura të ulta. Do të ishte mënyra e saj për të kontribuar në komunitetin që po e mirëpriste, por duke ruajtur anonimatin e plodh. Fondacioni do të themelohej me burime të mjaftueshme për të funksionuar në mënyrë autonome, duke ofruar konsulta, ekzaminime dhe procedura që sistemi publik nuk mund t'i mbulonte siç duhet. Klara punoi me avokat të specializuar për të siguruar që asnjë lidhje me emrin e saj ose kompaninë familjare të mos mund të gjurmojë. Gjatë javëve në vijim, rutina e Klarës u vendos natyrshëm midis përgjegjësive të saj minimale korporative dhe jetës së saj të re në lagje. Ajo u bë një prani e rregullt në jetën e familjes së Markos, duke ndihmuar me detyrat e shtëpisë, duke marrë pjesë në darka të thjeshta dhe duke zbuluar gëzimin e marrëdhënieve të bazuara në afeksion të vërtet në vend të komoditetit social. Ishte gjatë një prej atyre pasditeve të së martës, kur po ndihmonte Rozën me një projekt shkencor që vuri re diçka shqetësuese. Vajza ishte ankuar për dhimbje koke disa herë javën e fundit dhe atë ditë dukej veçanërisht e zbehtë dhe e lodhur. "A ndihesh mirë, princesh?" pyeti Klara, duke prekur ballin e Rozës për të kontrolluar nëse kishte temperaturë. "Jam pak e lodhur," pranoi Roza. "Dhe koka më dhemb her pas here." Marko, i cili ishte në kuzhinë duke përgatitur darkën, dëgjoi bisedën dhe u afrua me shqetësim të dukshëm. "Prej sa ditësh e ke këtë ndjenjë?" "Disa," u përgjigj Roza në mënyrë të paqartë. "Mendoj se është më mirë të caktojmë një takim në qendrën shëndetësore," vendosi Marko. "Mund të jetë vetëm lodhje shkollore, por është më mirë të sigurohemi." Klara vëzhgoi shqetësimin në fytyrën e Markos dhe ndjeu zemrën e saj të shtrëngohej. Në vetëm disa javë, Roza ishte bërë e veçantë për të në një mënyrë që nuk dinte ta shpjegonte. Ideja që vajza të ishte e sëmurë zgjoi një instinkt mbrojtës që ajo nuk e dinte se posedonte. "Nëse keni nevojë për ndonjë gjë, çfarëdo qoftë, më tregoni," tha Klara, duke prekur butësisht shpatullën e Markos. "Faleminderit," u përgjigj ai, me një buzëqeshje që nuk mundi ta maskonte plotësisht anktin e tij. "Ndoshta është vetëm një fazë. Fëmijët kalojnë nëpër këtë." Por në ditët në vijim, gjendja e Rozës u përkeqësua. Dhimbjet e kokës u bën më të shpeshta, ajo filloi të shfaqte episode marramendjeje dhe energjia e saj e zakonshme u ul ndjeshëm. Marko e çoi në qendrën shëndetësore lokale, por mjekët, të mbingarkuar dhe me burime të kufizuara, vetëm i dhanë analgjezik dhe rekomanduan pushim. Klara e ndoqi situatën me shqetësim në rritje, duke ofruar ndihmë praktike ku mundej, duke përgatitur ushqime, duke u kujdesur për Lukën dhe Teon, ndërsa Marko e çonte Rozën në konsulta, duke mbajtur shtëpinë të organizuar. Por mendja e saj punonte vazhdimisht për zgjidhje më definitive. Kur Marko përmendi rastësisht se do të donte ta çonte Rozën te një specialist, por që referimi nga sistemi publik do të merrte muaj, Klara e dinte se ishte koha për të vepruar. Fondacioni i saj mjekësor ishte pothuajse operacional dhe ky do të ishte rasti i saj i parë real. Atë natë, ajo punoi deri vonë duke organizuar detajet në mënyrë që fondacioni të mund të ofronte zyrtarisht shërbimet e tij për komunitetin.
Roza kishte nevojë për ndihmë mjekësore të duhur dhe Klara ishte e vendosur të siguronte që ajo ta merrte, edhe nëse kjo do të thoshte të përshpejtonte të gjitha planet e saj dhe të rrezikonte ekspozimin. Situata e Rozës u përkeqësua shpejt në ditët në vijim. Ajo që kishte filluar si dhimbje koke të herëpashershme evoluoi në episode të vjellash dhe vështirësi në përqendrim që e lanë Markon dukshëm të dëshpëruar. Qendra shëndetësore lokale, e mbingarkuar dhe me burime të kufizuara, nuk mund të ofronte më shumë se ilaçe bazë dhe premtimin e një referimi që mund të merrte muaj për t'u realizuar. Klara vëzhgonte Markon duke u përpjekur të ruante qetësinë përpara fëmijëve, por kuptonte dëshpërimin në rritje në sytë e tij. Natën, kur fëmijët flinin, ajo e gjente atë në kuzhinë, ulur përballë një filxhani kafeje të ftohtë, duke llogaritur mundësi financiare që thjesht nuk ekzistonin. Ta shihej atë burr të fortë dhe të përkushtuar të ndihej i pafuqishëm përballë sëmundjes së vajzës i theu zemrën Klarës në një mënyrë që nuk dinte se ishte e mundur. Ekzaminimet private kushtojnë një pasuri, i rrëfeu Marko asaj në një nga ato net të vështira. Dhe edhe nëse do të arrija të mblidhja parat, nuk e di sa kohë mund të presë Roza. Klara i mbante duart e tij mes të saj, duke ndier peshën e përgjegjësisë që kishte marrë duke ju afruar asaj familjeje. Ndoshta ka opsione të tjera. Programe ndihme, organizata që ndihmojnë. Kam kërkuar gjithçka, shërtiu Marko. Listat e pritjes janë të mëdha dhe Roza ajo ka nevojë për ndihmë tani. Ishte atë natë që Klara mori vendimin përfundimtar. Të nesërmen në mëngjes, ajo telefonoi diskretisht koordinatorët e fondacionit të saj mjekësor të sapo krijuar. Ishte koha për të aktivizuar zyrtarisht shërbimet dhe për ta bërë të dukej si një rastësi natyrale që një organizatë bamirëse po ofronte kujdes mjekësor falas pikërisht në atë rajon. Dua që fondacioni të bëjë një fushatë komunitare, udhëzoi Klara në telefon, duke përdorur emrin fiktiv që kishte regjistruar si drejtore e organizatës. Konsulta dhe ekzaminime falas për fëmijët e rajonit. Filloni menjëherë. 2 ditë më vonë, fletushka filluan të shfaqeshin në lagje duke njoftuar se Fondacioni Shpresa Familjare po ofronte kujdes mjekësor falas në një klinikë të instaluar përkohësisht në një ndërtesë tregtare aty pranë. Shërbimet përfshinin konsulta të specializuara, ekzaminime imazherike dhe laboratorike, të gjitha pa kosto për familjet e dëshmuara të varfra. Marko mori fletushkën përmes Rozës, e cila e gjeti në shkollë. Duart e tij u dridhen pak ndërsa lexonte detajet e ofertës. A është e vërtet kjo? Pyeti ai Klarën, e cila kishte zbuluar fondacionin në të njëjtën kohë me të. Duket legjitime, u përgjigj ajo, duke fshehur me kujdes ankthin e saj. Disa organizata vërtet bëjnë këtë lloj pune komunitare. Por koha është pothuajse mrekullore, murmuriti Marko, ende i pabesueshëm. Ndonjëherë jeta na befason pozitivisht, tha Klara, duke prekur butësisht krahun e tij. E rëndësishme është që Roza do të mund të marrë ndihmën që i duhet. Konsulta e parë e Rozës në fondacion u caktua për të enjten në vijim. Klara këmbënguli të shoqëronte familjen, duke pretenduar se donte të njihte më mirë shërbimet e organizatës. Në fakt, ajo duhej të ishte e pranishme për të siguruar që gjithçka do të shkonte sipas planit. Klinika e përkohshme ishte ngritur me pajisje të nivelit të parë, mjek të specializuar që Klara kishte punësuar diskretisht dhe një strukturë që konkuronte me spitalet private më të mira të Tiranës. Kur Marko pa ambientet, shpreha e tij ishte e pabesueshmërisë e përzier me shpresë. Si mundet një fondacion të mbulojë të gjitha këto? Pyeti, duke vëzhguar pajisjet moderne të rezonancës magnetike. Ndoshta ka sponsor bujar, u përgjigj Klara, duke u përpjekur të mbante zërin e rastësishëm. E rëndësishme është që ekziston dhe është këtu kur Roza ka nevojë. Neurologu pediatër që ekzaminoi Rozën ishte Dorpjetër Karmini, një nga specialistët më të mirë të kryeqytetit që Klara kishte punësuar specifikisht për rastin. Pas një konsultimi të detajuar dhe ekzaminimesh të hollësishme, diagnoza u zbulua. Roza kishte një tumor të vogël benin në tru që po shkaktonte presion intrakranial. Është i operueshëm, shpjegoi Dorpjetër me qetësi profesionale. Procedura nuk është tepër komplekse, por duhet bërë shpejt. Tumori ndodhet në një zonë të aksesueshme dhe shanset për shërim të plot janë të shkëlqyera. Marko u zbeh kur dëgjoi fjalën tumor, por Dorpjetër ishte i kujdesshëm të shpjegonte se diagnoza, megjithse serioze, kishte një prognozë shumë pozitive. Operacioni do të kryhej javën e ardhshme, të gjitha kostot do të mbuloheshin nga fondacioni.
Duke dal nga klinika, Marko ishte në gjendje shoku, lehtësim për të pasur një diagnozë dhe trajtim, por edhe konfuzion se si gjithçka ishte rregulluar kaq në mënyrë perfekte. Klara ecte pranë tij në heshtje, duke ndarë lehtësimin e tij, por edhe ankthin e saj në rritje për të ruajtur mashtrimin e saj. Nuk mund të besoj që kjo po ndodh, tha Marko, duke mbajtur dorën e Rozës ndërsa ecnin. Është si një mrekulli. Ndonjëherë gjërat thjesht përshtaten, u përgjigj Klara, por fjalët e saj I tingëlluan të sforcuara. Atë natë, pasi I vuri fëmijët në gjumë, Marko dhe Klara u ulën në dhomën e vogël, duke përpunuar ngjarjet e ditës. Tensioni I javëve të fundit ishte zëvendësuar nga shpresa, por edhe nga një intimitet emocional që asnjëri prej tyre nuk e kishte parashikuar. Nuk di si të falenderoj për mbështetjen që na dhe gjatë gjithë kësaj, tha Marko, duke e parë Klarën drejt në sy. Ti u bëre kaq e rëndësishme për ne për mua. Klara ndjeu zemrën ti rrite më shpejt. Edhe ju u bëtë të rëndësishëm për mua. Më shumë se sa mendoja se ishte e mundur. Klara. Marko hezitoi, sikur po mblidhte guximin për diçka. E di që jemi njohur prej pak kohësh, por ndihem sikur ti gjithmonë ke qenë pjesë e jetës sonë. Sinqeriteti në zërin e tij pothuajse theu vendosmërinë e Klarës për të mbajtur sekret identitetin e saj. Ajo donte dëshpërimisht të tregonte të vërtetën, të shpjegonte kush ishte vërtet dhe pse kishte hyrë në jetën e tyre. Por frika se do të humbiste gjithçka që kishte ndërtuar e paralizonte. Edhe unë e ndjej këtë, pëshpëriti ajo. Marko u përkul dhe e puthi butësisht. Ishte një puthje e ngarkuar me mirënjohje, lehtësim dhe diçka më të thellë që të dy po fillonin ta njihnin. Kur u ndan, Klara ndjeu se kishte kaluar një vijë nga e cila nuk mund të kthehej më. Por lumturia e momentit u ndërprej nga zilja e telefonit të Klarës. Ishte një numër që ajo e njohu menjëherë, Arjan Salaj, asistenti I saj personal dhe menaxheri I krizave të kompanisë familjare. Më falni, duhet t'i përgjigjem, kërkoi ajo falje, duke dalë në obor. Klara, ku dreqin je? Zëri I Arjanit ishte I tensionuar. Familja jote është në panik. Je zhdukur prej javësh, nuk përgjigjesh në telefonatat korporative dhe ke një takim kyç me bordin të hënën. Po merrem me çështje personale, u përgjigj Klara, duke u përpjekur të mbante zërin e ulët. Çështje personale? Klara, ti je presidente e një konglomerati. Përveç kësaj, Viktor Oldashi po bën presion për marrëveshjen martesore. Familja jote po shqyrton aktivizimin e klauzolës së testamentit nëse ti nuk paraqitesh të hënën. Klara ndjeu botën të rrotulloi. Klauzola e testamentit ishte një kurth që babai I saj kishte përfshirë, nëse ajo nuk martohej deri në moshën 35 vjeçare me dikë të miratuar nga familja, do të humbiste kontrollin e kompanive. Mbeteshin vetëm disa muaj deri në ditëlindjen e saj dhe Viktor Oldashi ishte kandidati që familja kishte zgjedhur. Nuk mund ta bëjnë këtë, murmuriti ajo. Mund dhe do ta bëjnë nëse ti nuk paraqitesh. Klara, çfarë po ndodh? Ti nuk ke qenë kurrë kaq e papërgjegjshme. Klara vështroi nga dritarja e kuzhinës dhe pa Markon duke organizuar ilaçet e Rozës, me Lukën dhe Teon duke ndihmuar me durim. Ishte një skenë familjare perfekte, pikërisht ajo që ajo kishte zbuluar se donte për veten. Por bota e saj reale ishte gati të përplasej me këtë jetë të re që kishte ndërtuar. Më duhen edhe disa javë, tha më në fund. Javë? Klara, ti nuk ke javë. Dhe ka diçka tjetër, kam punësuar një hetues për të gjetur për sigurinë tënde. Ai do të filloj kërkimin nesër. Gjaku I Klarës u fto. Nëse një hetues do të fillonte ta kërkonte, sidomos në rajonin ku po jetonte, mashtrimi I saj do të zbulohej shpejt. Anulo hetuesin, urdhëroi ajo. Shumë vonë. Ai tashmë ka autorizim nga familja. Klara, ktheu në shtëpi para se kjo të shndërrohet në një skandal publik. Lidhja u ndërpre dhe Klara mbeti e ndalur në obor, duke u përpjekur të përpunonte madhësinë e problemit me të cilin po përballej. Brenda pak ditësh, Roza do të operohej dhe ajo donte të ishte e pranishme për të mbështetur familjen. Por bota e saj reale ishte gati të pushtonte jetën e thjeshtë që kishte ndërtuar. Kur u kthye brenda, Marko vuri re menjëherë shprehjen e saj të shqetësuar. Gjithçka mirë? Problem në punë, u përgjigj ajo në mënyrë të paqartë. Asgjë që nuk mund të zgjidhet. Por ndërsa përqafonte Markon dhe ndjente ngrohtësinë e pranisë së tij, Klara e dinte se po gënjente të dy.
Problemet që e prisnin nuk kishin zgjidhje të thjeshta, dhe zgjedhjet që do të duhej të bënte së shpejti mund të shkatëronin gjithçka që kishte gjetur më të çmuar në jetën e saj. Të nesërmen në mëngjes, ndërsa ndihmonte në përgatitjen e Rozës për operacion, Klara vuri re një makinë të panjohur të parkuar në rrugë, me një burr që vëzhgonte lëvizjen e shtëpisë. Zemra i rahu fort, hetuesi kishte mbërritur më herët se sa kishte treguar Arjani. Por kishte diçka më shqetësuese, një grua elegante bisedonte me fqinjet në cep të rrugës duke bërë pyetje. Klara njohu tipin, gazetare ose hetuese private. Jeta e saj e dy fisht ishte gati të zbulohej, dhe ajo nuk kishte asnjë ide si të mbronte familjen që kishte mësuar të donte nga stuhia që po vinte. Operacioni i Rozës do të bëhej pas 2 ditësh. Klara e dinte se ndoshta do të ishin ditët e fundit të paqes që do të kishte me atë familje para se e vërteta të dilte në dritë dhe të ndryshonte gjithçka përgjithmonë. Operacioni i Rozës ishte caktuar për 1 mart me shi, dhe Klara u zgjua me një nyje në stomak që nuk kishte të bënte vetëm me shqetësimin mjekësor. Gjatë gjithë të hënës, kishte vënë re lëvizje të dyshimta në lagje, e njëjta makinë e parkuar në pika të ndryshme, njerëz që bënin pyetje diskrete tregtarëve lokal. Paranoja e saj po konfirmohej, po hetohej. Megjithatë, ajo nuk mund ta braktiste Rozën në momentin më vendimtar. Vajza ishte bërë si një vajzë për të, dhe ideja për të mos qenë e pranishme gjatë operacionit ishte e paimagjinueshme. Klara arriti në spital herët duke gjetur Markon dukshëm nervoz, por duke u përpjekur të ruante qetësinë për të mos i trembur fëmijët. Si ndihesh, princesh, pyeti Klara, duke u gjunjëzuar pranë shtratit të spitalit ku Roza priste, e vogël dhe e guximshme me pishamet mjekësore. Pak frikë, pranoi Roza. Por doktori Pjetër tha se pastaj do të jem mirë për gjithmonë. Dhe do të jesh vërtet, siguroi Klara, duke i mbajtur dorën vajzës. Ti je vajza më e guximshme që njoh. Marko vëzhgoi ndërveprimin me një buzëqeshje që nuk mundi ta fshehë ankthin. Në javët e fundit ishte bërë e qartë për të se Klara nuk ishte vetëm një mik i familjes, ajo ishte bërë pjesë integrale e jetës së tyre, dhe ai ishte dashuruar me të në një mënyrë që nuk e gjykonte më të mundur. Operacioni zgjati 4 orë. Luka, Teo, Marko dhe Klara pritën në sallën e pritjes, të bashkuar nga shqetësimi dhe dashuria që ndanin për Rozën. Ishte gjatë këtyre orëve të tensionuara që Klara ndjeu më fort se sa ajo familje ishte bërë shtëpia e saj e vërtetë. Kur Dërë Pjetër më në fund u shfaq me shprehjen e tij profesionale, por të qetë, të gjithë u ngritën menjëherë. Operacioni ishte një sukses i plot, njoftoi ai. Arritëm të heqim të gjithë tumorin pa asnjë komplikacion. Roza do të ketë nevojë për disa javë rikuperimi, por prognoza është e shkëlqyer. Marko përqafoi Klarën spontanisht, i lehtësuar shumë për t'u përmbajtur. Faleminderit që je këtu, pëshpëriti ai në veshin e saj. Nuk di si do ta kisha kaluar këtë vetëm. Gjithmonë do të jem këtu, u përgjigj Klara, dhe në atë moment, ajo besonte sinqerisht në fjalët e saj. Por ndërsa prisnin që Roza të zgjohej nga anestezia, Arjani u shfaq në sallën e pritjes. Klara e pa atë para se ai ta gjente dhe ndiu gjakun t'i ftohej në vena. Asistenti i saj duke i tensionuar dhe i vendosur, qartësisht në modalitetin e kontrollit të krizës. Klara, tha Arjani, duke injoruar plotësisht Markon dhe fëmijët. Duhet të flasim. Tani. Nuk është një moment i mirë, u përgjigj ajo me vendosmëri. Është i vetmi moment që kemi, këmbënguli Arjani. Familja jote ka aktivizuar klauzolën e testamentit. Ti ke 48 orë për t'u kthyer dhe për t'u martuar me Viktor Oldashin, ose humbet kontrollin e gjithçkaje. Marko dëgjoi bisedën dhe rudhi vetullat, qartësisht i hutuar. Klara, kush është ky burr? Për çfarë po flet? Para se ajo të mund të përgjigjej, Arjani vazhdoi, tani duke folur mjaftueshëm lart saqë njerëzit e tjerë në sallën e pritjes dëgjuan. Klara Aliu, trashëgimtare e grupit Aliu, je zhdukur prej javësh. Kompania është në kaos, familja është e dëshpëruar, dhe tani zbulojmë se ti po shtirej si dikush tjetër këtu në këtë rajon. Heshtja në sallën e pritjes ishte shurdhuese. Marko shikoi Klarën sikur nuk e kishte parë kurrë më parë. Klara Aliu. Klara Aliu. Marko, unë mund të shpjegoj. Filloi Klara, por fjalët u humbën kur pa shprehjen e shokut dhe tradhtisë në sytë e tij. Ti na gënjeve, tha Marko, zëri i tij i ulët, por i ngarkuar me dhimbje. Gjatë gjithë kësaj kohe, ti na gënjeve.
Luka dhe Teo, të cilët kishin dëgjuar një pjesë të bisedës, u afruan të hutuar. Babi, çfarë po ndodh? Pyeti Luka. Para se dikush të mund të përgjigjej, një infermiere njoftoi se Roza ishte zgjuar dhe donte të shihte familjen. Por momenti që duhej të ishte fest u shndërrua në një siklet të dhimbshëm. Shko shi vajzën tënde, tha Klara Markos me lot në sy. Do të flasim më vonë. Marko hezitoi, i ndar midis gëzimit që Roza ishte mirë dhe shkatërimit të zbulimit se gruaja me të cilën ishte dashuruar i kishte gënjur për gjithçka. Nuk di nëse ka diçka për të folur, tha më në fund, duke kapur Lukën dhe Teon për dorë dhe duke u drejtuar për në dhomën e Rozës. Ariani vëzhgoi skenën me padurim. Klara, nuk kemi kohë për drama personale. Duhet të ikim. Jo, tha Klara me vendosmëri. Duhet të shpjegoj atyre, duhet. Ti duhet të shpëtosh për andorin tënde, ndërhyri Ariani. Dhe duhet ta bësh këtë tani, para se të shndërrohet në një skandal publik më të madh. Por ishte shumë vonë për shqetësime rreth skandalit. Një person në sallën e pritjes kishte regjistruar një pjesë të bisedës dhe tashmë e kishte postuar në rrjetet sociale. Videoja tregonte Arianin duke zbuluar publikisht identitetin e Klarës dhe përmendjen e tij për martesën e rregulluar me mbishkrimin: ekzekutivja miliardere jetonte një jetë të dyfisht në një lagje popullore. Brenda pak orësh, videoja u bë virale. Gazetarët filluan të mbërrinin në spital, në lagjen ku Klara kishte jetuar, në shtëpinë e Markos. Historia u përhap si zjarr, trashëgimtarja miliardere që kishte shtirur se ishte një person i zakonshëm për t'u afruar me një familje punëtore. Kur Klara arriti më në fund të fliste me Markon, në fund të ditës, ai ishte dukshëm i shkatëruar. Ata u takuan në oborin e shtëpisë së tij, me fëmijët që flinin dhe gazetarët të kampuar në rrugë. Ti e përdore familjen time si një lloj eksperimenti social? Pyeti Marko, zëri i tij duke u dridhur nga emocionet e përmbajtura. Nuk ishte ashtu, protestoi Klara. Në fillim, ndoshta ishte kuriozitet, por më vonë u bë reale. Gjithçka që ndjeva për ju është e vërtetë. Si mund të besoj çdo gjë që thua? Marko kaloi duart nëpër flokë, qartësisht duke u përpjekur të përpunonte madhësinë e tradhtisë. Ti gënjeve për atë kush ishe, ku jetoje, çfarë bëje? Fondacioni mjekësor ishte ti, apo jo? Klara tundi kokën, lotët i rridhnin në fytyrë. Doja të ndihmoja. Kur Roza u sëmur, nuk mund të rria thjesht të shikoja. Ti na shndërrove në objekte bamirësie, Marko e ndërpreu, dhimbja e tij u shndërrua në zemërim. Ne nuk jemi një projekt që ti të ndihesh më mirë për jetën tënde të privilegjuar. Nuk është kështu, Klara u lut. Unë ju dua. Të dua ty, i dua fëmijët. Kjo u bë jeta ime e vërtetë. Jeta jote e vërtetë? Marko qeshi me hidhërim. Jeta jote e vërtetë është ajo ku ti je miliardere dhe ke asistent personal që të ndjekin. Jeta jon këtu ishte vetëm një fantazi e përkohshme. Biseda u ndërpre nga ardhja e një komplikacioni tjetër. Një grua elegante, e veshur mirë, doli nga një makinë e shtrenjtë e parkuar përballë shtëpisë. Klara e njohu nga fotot që kishte parë në raportin e detektivit, ishte Fiona, ish gruaja e Markos. Përshëndetje, Marko, tha Fiona, duke injoruar plotësisht Klarën. Erdha sapo mora vesh për Rozën. Si është ajo? Marko u tensionua dukshëm. Çfarë po bën këtu, Fiona? Ti nuk ke folur me fëmijët prej vitesh. Rrethanat kanë ndryshuar, u përgjigj Fiona me një besim që duke i sforcuar. Jam në një pozicion më të mirë tani, mund të ofroj stabilitet. Sidomos duke marrë parasysh gjithë këtë rrëmuj. Ajo shikoi domethënë se Klarën. Për çfarë po flet, pyeti Marko, por Klara tashmë e kishte kuptuar. Shfaqja e Fionës nuk ishte rastësi. Dikush e kishte kontaktuar atë, ndoshta duke i ofruar mbështetje financiare për të vënë në dyshim kujdestarinë e fëmijëve. Erdha të marr fëmijët e mi, deklaroi Fiona. Kam avokat që thonë se mund të fitoj kujdestarinë, duke marrë parasysh se ti je qartësisht i përfshirë në situata të dyshimta. Nata u shndërrua në një makth. Klara kuptoi se prania e saj në jetën e asaj familjeje nuk kishte sjell vetëm dashuri dhe lumturi, kishte sjell gjithashtu paqëndrueshmëri dhe rrezik. Fiona kishte të drejtë për një gjë, situata ishte e dyshimt dhe Marko mund t'i humbte vërtet fëmijët për shkak të komplikacioneve që Klara kishte futur në jetën e tyre. Të nesërmen në mëngjes, Klara mori vendimin më të vështirë të jetës së saj.
Telefonoi Arianin dhe e udhëzoi të përgatiste dokumentet ligjore duke hequr dorë zyrtarisht nga trashëgimia familjare. Do të ishte një proces kompleks, por ajo ishte e vendosur të çlirohej nga gjithçka që e lidhte me botën që i kishte shkaktuar aq shumë vuajtje. A ke çmendur, bërtiti Ariani në telefon. Po flet për miliarda lekë, qindra punonjës, breza trashëgimie familjare. Po flas për të bërë gjën e duhur, u përgjigj Klara me qetësi. Përgatit dokumentet për të transferuar pjesën time të kompanive në një fond që përfiton punonjësit. Dua të mbaj vetëm rezervën ligjore të detyrueshme. Klara, mendo për atë që po bën. Ti po shkatëron gjithçka për një fantazi romantike. Po ndërtoj diçka reale, korrigjoi ajo. Për herë të parë në jetë. Por kur u përpoq t'i komunikonte vendimin e saj Markos, ai refuzoi të fliste me të. Fëmijët të hutuar dhe të lënduar nga zbulimi gjithashtu e shmangnin. Rosa, ende duke u shëruar nga operacioni, kishte pyetur pse Klara nuk kishte treguar të vërtetën që në fillim. Përgjigja për këtë pyetje të thjesht ishte diçka që Klara ende po zbulonte për veten. Kishte gënjur jo vetëm për të mbrojtur veten, por sepse kishte gjetur te Marko dhe fëmijët e tij diçka që nuk e kishte njohur kurrë, dashuri të pakushtëzuar bazuar në atë kush ishte ajo si person, jo në atë që posedonte. Ironia ishte se, duke u përpjekur të ruante këtë dashuri përmes gënjeshtrës, ajo e kishte shkatëruar plotësisht. Ndërsa avokatët përgatitnin dokumentet e heqjes dorë nga trashëgimia, Klara u kthye në penthausin e saj, por vendi dukej si një mauzoleum i një jete që ajo nuk e donte më. Çdo mëngjes, ajo zgjohej duke menduar për fëmijët që hanin mëngjes, për Markon që përgatitej për punë, për rutinën e thjeshtë dhe të lumtur që kishte ndarë me ta. Lufta gjyqësore për kujdestarinë e fëmijëve ishte ndërlikuar, e ushqyer nga skandali mediatik që kishte krijuar jeta e saj e dy fish. Klara ndiqte gjithçka nga distanca, duke e ditur se prania e saj vetëm do t'i ndërlikonte më shumë gjërat për Markon. Por ishte e vendosur të bënte gjithçka në fuqinë e saj për të siguruar që ai të mos i humbte fëmijët për shkak të problemeve që ajo kishte shkaktuar. Muajt në vijim ishin më të vështirët në jetën e Klarës. Pasi nënshkroi zyrtarisht dokumentet e heqjes dorë nga trashëgimia, ajo u transferua në një apartament të thjeshtë pranë lagjes ku kishte njohur Markon, e vendosur të provonte se transformimi i saj ishte i vërtetë. Punoi në një kooperativë bujqësore në rrethinat e Tiranës, duke u zgjuar herët për të kujdesur për kopshtet komunitare dhe duke ndihmuar në shpërndarjen e ushqimit për familjet në nevojë. Nuk ishte e lehtë të përshtatej me jetën me burime të kufizuara. Klara duhej të mësonte të buxhetonte blerjet, të përdorte transportin publik dhe të vlerësonte çdo qindark të fituar me punën e saj. Por kishte diçka thellësisht çliruese në të ditur se çdo arritje ishte rezultat i përpjekjes së saj, jo i privilegjeve të trashëguara. Gjatë kësaj periudhe, ajo shmangu çdo afrim të detyruar me Markon dhe fëmijët. E dinte se fjalët nuk do të ishin të mjaftueshme për të riparuar besimin që kishte thyer, vetëm veprimet e vazhdueshme me kalimin e kohës mund të dëshmonin se ndryshimi i saj ishte real. Personi i parë që ju afrua ishte Rosa. 2 javë pas daljes së saj nga spitali, vajza u shfaq në kooperativën ku Klara punonte, e shoqëruar diskretisht nga Luka. "Përshëndetje, Klara," tha Rosa me droj. "Babi nuk e di që kemi ardhur këtu." Klara u gjunjëzua për t'u bërë në lartësinë e vajzës, zemra i rrite fort, por duke u përpjekur të ruante qetësinë. "Si ndihesh, princesh? A ti hoqen qepjet?" "Jam mirë," Rosa preku automatikisht plagën e vogël në kokë. Doktori Pjetër tha se nuk do të mbetet asnjë shenjë. Luka vëzhgoi ndërveprimin me seriozitetin e atij që kishte marrë rolin e mbrojtësit të familjes. "Pse na gënjeve?" pyeti drejt për drejt. Pyetja e thjeshtë, por shkatëruese, e goditi Klarën në thelb. "Sepse kisha frikë," u përgjigj ajo sinqerisht. "Frikë se nuk do të më pëlqenit nëse do të dinit kush isha vërtet." "Por ti ishe e mirë," tha Rosa, e hutuar. "Pse mendoje se nuk do të na pëlqeje?" "Sepse në jetën time të vjetër, njerëzit më afroheshin vetëm për shkak të parave. Kur ju takova, zbulova sa mirë ishte të ishe e dashur vetëm për atë që isha. Por ti nuk ishe vetvetja," theksoi Luka me logjikë të pamëshirshme. "Ti po shtirej." Klara pshertiu. "Ke të drejtë. Dhe kjo ishte gabimi im më i madh. Duhej t'ju kisha besuar që në fillim." Vëllezërit e motrat kaluan rreth 1 orë në kooperativë, duke ndihmuar Klarën të organizonte shporta me perime për dhurim.
Nuk ishte riafërimi i plot që ajo fshehurazi priste, por ishte një fillim. Kur u përshëndetën, Roza e përqafoi shpejt para se të vraponte pas Lukës. Vizitat u bën më të shpeshta. Teo ishte i radhës që u shfaq, kurioz për punën bujqësore dhe duke bërë 1000 pyetje se si rriteshin bimën. Gradualisht, fëmijët filluan ta përfshinin Klarën përsëri në momente të vogla të jetës së tyre, duke kërkuar ndihmë me detyrat, duke treguar për ngjarjet e shkollës, duke ndarë shqetësime që nuk donin t'i shprehnin babait nga frika se mos e mbingarkonin. Marko u afrua shumë më vonë. Kur më në fund e bëri, ishte në mënyrë indirekte, duke u shfaqur në kooperativ duke pretenduar se kishte nevojë të blinte perime, por qartësisht duke dashur të vlerësonte se çfarë po bënte Klara vërtet aty. Është ndryshe nga ajo që imagjinoja, komentoi ai, duke e vëzhguar atë duke punuar në tokë me duar të pista dhe rroba të thjeshta. Çfarë imagjinove? Pyeti Klara, pa ndalur së mbjelluri fidane sallate. Se do të ishte e përkohshme. Se kur të kalonte risia, ti do të ktheheshe në jetën tënde të mëparshme. Klara u drejtua dhe e shikoi. Kjo është jeta ime tani. Është jeta që zgjodha. Por pse? Marko dukej vërtet kurioz. Ti kishe gjithçka. Pushtet, para, ndikim. Pse të heqësh dorë nga kjo? Sepse zbulova se të kesh gjithçka nuk do të thot asgjë nëse nuk ke askën për të ndarë. Klara fshiu duart në përparse. Ju më treguat çfarë është vërtet e rëndësishme në jetë. Marko studioi shprehjen e saj për një moment të gjatë. Fëmijët të ndjejnë mungesën. Edhe unë i ndjej mungesën atyre. Dhe ty gjithashtu. Klara. Marko hezitoi duke luftuar me emocione kontradiktore. Ende dhem. Gënjeshtra, ndjenja e të qenit i mashtruar. E di, u përgjigj ajo thjesht. Dhe e kuptoj nëse nuk do të mundesh kur të më falësh plotësisht. Thjesht dua të dish se gjithçka që ndjeva për ju ishte e vërtetë. Është e vërtetë. Ndërkohë, procesi gjyqësor për kujdestarinë e fëmijëve ishte ndërlikuar. Fiona, e mbështetur financiarisht nga Viktor Oldashi, i cili kërkonte hakmarrje kundër Klarës sepse ajo kishte refuzuar martesën e rregulluar, kishte punësuar avokat të shtrenjtë dhe po paraqiste argumente për paqëndrueshmërinë emocionale të Markos për shkak të skandalit që përfshinte Klarën. Strategjia ishte e qartë, ta pikturonte Markon si një baba që kishte vënë fëmijët në rrezik duke u përfshirë me një grua që kishte gënjur për identitetin e saj. Avokatët e Fionës argumentonin se fëmijët kishin nevojë për stabilitet, larg nga rëmuja që prania e Klarës kishte sjellë në jetën e tyre. Ishte gjatë kësaj periudhe të tensionuar që ndodhi diçka e papritur. Komuniteti i lagjes, i cili fillimisht ishte ndjer i tradhtuar nga zbulimi rreth identitetit të Klarës, filloi të vëzhgonte veprimet e saj të përditshme në kooperativ dhe punën e saj vullnetare në rajon. Zonja Anjeza, e moshuara që banonte në cep të rrugës, ishte një nga të parat që ndryshoi mendim. Mund të ketë gënjur për atë kush ishte, tha ajo në një takim komunitar, por puna që po bëm për të ndihmuar familjet tona është reale. Fqinjet të tjerë filluan të ndajnë histori të ngjashme. Klara kishte ndihmuar Teon me mësime shtesë kur ai kishte vështirësi në shkollë. Kishte organizuar një mbledhje rrobash për familjet në nevojë gjatë dimrit. Ishte bashkuar me fushatat për të përmirësuar ndriçimin e sheshit dhe kishte kontribuar me pagën e saj për të rinovuar bibliotekën komunitare. Para mund të dhuroj kushto, vuri re Marko Leshi, pronari i dyqanit ushqimor lokal. Por kohë dhe përpjekje personale kjo vjen nga zemra. Ndryshimi i perceptimit të komunitetit kulmoi në një iniciativë të papritur. Kur mësuan se punishtja ku punonte Marko ishte e kërcënuar nga spekulimet imobiliare, banorët u organizuan për ta ndihmuar atë të blinte tokën. Lotari, pazare, dhurime, çdo familje kontribuoi me atë që mundej. Klara mori pjesë aktivisht në fushat, jo si udhëheqëse, por si një tjetër person nga komuniteti i vendosur për të ndihmuar. Shiti pak sendet e saj me vlerë që kishte mbajtur, duke përfshirë një bijuteri që kishte qenë dhuratë nga nëna e saj, dhe dhuroi paratë për fondin. Nuk mund ta pranoj këtë, protestoi Marko kur mësoi për dhurimin. Nuk është bamirësi, shpjegoi Klara. Është investim në komunitetin ku zgjodha të jetoj. Kjo punishte është e rëndësishme për shumë familje përveç jush. Gjesti e preku thellë Markon, sidomos sepse u bë publikisht, pa kërkuar njohje të veçantë. Klara ishte vërtet e integruar në komunitet, duke trajtuar të gjithë si të barabartë, përfshirë atë.
Momenti vendimtar erdhi gjatë seancës gjyqësore. Gjykatësi kishte thirrur fëmijët për një bisedë private, siç ishte protokolli në rastet e mosmarrëveshjeve për kujdestarinë. Luka, Roza dhe Teo hynë në dhomë me seriozitetin e atij që kuptonte rëndësinë e atij momenti. Ne duam të qëndrojmë me babin, tha Luka qartë. Ai u kujdes për ne vetëm kur mami u largua. Ai punon shumë për të na dhënë gjithçka që na duhet. Roza shtoi, babi na lexon histori çdo natë, na ndihmon me detyrat e shtëpisë dhe nuk ka humbur asnjë takim shkolle. Teo, me sinqeritetin e tij fëmijëror, shtoi, mami nuk telefononte kur në ditëlindjen tonë. Babi bën fest edhe kur nuk ka shumë para. Por ishte kur gjykatësi pyeti për Klarën që përgjigjet e fëmijëve befasuan të gjithë. Klara gënjeu në fillim, pranoi Roza, por pastaj ajo na ndihmoi vërtet. Kur u sëmura, ajo qëndroi me ne në spital gjithë natën. Ajo na mëson gjëra të mira, shtoi Teo. Si të mbjellim perime dhe të kujdesemi për fqinjët. Luka, gjithmonë më reflektuesi, përfundoi, njerëzit ndonjëherë bëjnë gjëra të gabuara për arsye të duhura. Klara bëri një gjë të gabuar, gënjeu, por ishte sepse donte një familje. Dhe tani ajo është pjesë e jona. Dëshmia e fëmijëve ishte shkatëruese për rastin e Fionës. U bë e qartë se ata jo vetëm që donin të qëndronin me Markon, por gjithashtu kishin zhvilluar një lidhje të vërtetë me Klarën, pavarësisht tradhtisë fillestare të besimit. Gjykatësi vendosi të mbante kujdestarinë me Markon, duke vendosur vetëm që Fiona mund të kishte vizita të mbikëqyrura nëse fëmijët dëshironin, gjë që ata e refuzuan me mirësjellje, të paktën për momentin. Duke dalë nga gjykata, Marko më në fund ju afrua Klarës, e cila kishte pritur jashtë gjatë gjithë seancës. Faleminderit, tha ai thjesht. Pse, pyeti Klara, vërtet e hutuar. Që nuk u dorëzove. Që provove se ndryshove. Që u bëre personi që shtirur se ishe në fillim. Klara buzëqeshi përmes lotëve. Nuk shtirur se isha ajo person. Zbulova atë person brenda meje, fal jush. Marko i zgjati dorën. Po sikur të fillojmë nga e para. Këtë herë me ndershmëri të plotë. Do të më pëlqente, u përgjigj Klara, duke pranuar dorën e tij. Muajt në vijim ishin të rindërtimit gradual. Marko dhe Klara biseduan gjatë për të shkuarën, për gënjeshtrat dhe të vërtetat, për pritshmëritë dhe frikërat. Nuk ishte një proces i lehtë, besimi duhej të rindërtohej hap pas hapi, bisedë pas bisede. Fëmijët, më elastik dhe falës së të rriturit, u përshtatën shpejt me dinamikën e re. Roza ndiej krenare të prezantonte Klarën si gruaja që mbolli kopshtin tonë në shkollë. Lukës i pëlqente ta ndihmonte me projektet e kooperativës. Teo thjesht e pranoi se tani kishte edhe një person tjetër për t'i mësuar gjëra interesante. Transformimi i Klarës ishte i plotë dhe i dukshëm. Ajo kishte mësuar të vlerësonte marrëdhëniet mbi zotërimet, praninë mbi prestigjin, autenticitetin mbi pamjet. Punonte shumë për një pagë modeste, por zgjohej çdo ditë me qëllim dhe gëzim. Festa komunitare e fundvitit u bë një pikë kthese simbolike. Komuniteti ishte bashkuar për të festuar jo vetëm festat, por edhe fitoret kolektive të vitit. Punishtja e Markos ishte shpëtuar dhe shndërruar në kooperativ, biblioteka ishte rinovuar, projekte të reja sociale ishin zbatuar. Gjatë festës, Marko ftoi Klarën të kërcente. Ishte hera e parë që ata shfaqnin afeksion publikisht që nga pajtimi dhe komuniteti vëzhgoi me miratim të ngrohtë. Si ndihesh duke qenë një person i zakonshëm, bëri shaka Marko ndërsa kërcenin. Si të isha më në fund e jashtëzakonshme, u përgjigj Klara. Fëmijët ju bashkuan kërcimit duke krijuar një rreth familjar në mes të festës komunitare. Ishte pikërisht lloji i momentit që Klara e kishte vizatuar Rozën duke e përfaqësuar, njerëz që kishin zgjedhur të formonin një familje të bazuar në dashuri, jo në detyrim. A mund të quaj mami tani? Pyeti Roza, duke përqafuar Klarën gjatë kërcimit. Klara ndjeu lot gëzimi t'i rrivnin në fytyrë. Do të ishte nderi më i madh i jetës sime. Atë natë, duke vëzhguar fëmijët që luanin në festë dhe Markon që qeshte me fqinjet, Klara reflektoi për udhëtimin që kishte bërë. Kishte filluar si një nga gratë më të pasura të vendit, por plotësisht e zbrazët brenda. Tani, me një llogari bankare modeste, por një jetë të pasur me marrëdhënie të vërteta, më në fund kuptonte ndryshimin midis të pasurit vlerë dhe të qenit e vlefshme. Dashuria që kishte gjetur me Markon dhe fëmijët nuk ishte fituar me para apo pushtet, por me prani, përkushtim dhe cenueshmëri autentike.
Ishte një lloj pasurie që asnjë trashëgimi familjare nuk mund t'i kishte dhënë, dhe që asnjë krizë financiare nuk mund t'i merrte. Ndërsa festa vazhdonte rreth saj, Klara e dinte se kishte gjetur më në fund shtëpinë e saj të vërtetë, jo në një rezidencë apo penthouse, por në zemrën e një familjeje që e kishte zgjedhur për atë që ajo ishte vërtet, jo për atë që posedonte. Gruaja që kishte filluar udhëtimin duke kërkuar një përvojë të përkohshme, kishte zbuluar identitetin e saj të përhershëm. Nuk ishte më Klara Aliu, trashëgimtarja miliardere. Ishte thjesht Klara, nën, shoqëruese, antare e komunitetit dhe më në fund, vërtet e lumtur. Sepse në fund, ajo nuk kishte shkëmbyer vetëm pasurinë me dashurinë. Kishte shkëmbyer padukshmërinë me humanizmin, vetmin me përkatësinë dhe një jetë të zbrazët me një ekzistencë plot kuptim. Dhe kjo, zbuloi ajo, ishte pasuria e vërtetë që ia vlente të posedohej. Fundi i historisë. Të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Klarës, Markos dhe familjes së tyre të bukur t'i ketë prekur zemrat tuaja po aq sa preku tona. Ky udhëtim transformimi na kujton se vlera e vërtetë e një personi nuk qëndron në atë që posedon, por në dashurinë që arrin të japë dhe të marrë. Nëse kjo histori ju emocionoi, mos harroni të abonoheni në kanalin ton për më shumë rrëfime që eksplorojnë thellësinë e marrëdhënieve njerëzore. Lëshoni një pëlqim nëse besoni, siç zbuloi Klara, se një jetë e thjeshtë, por plot dashuri vlen më shumë se të gjitha pasuritë e botës. Dhe në komente, ndajeni me ne, a keni përjetuar ndonjëherë momente ku keni zbuluar se gjërat më të vlefshme në jetë nuk mund të blihen? Jemi të etur të dëgjojmë historitë tuaja.